Sa prej jush kanë udhëtuar në vitet 70-80 me këtë autobus Skoda, që ka shërbyer 3 dekada në vitet e komunizmit. Ky është i vitit 1970, 50 e 6 vjeçar, ishin autobusët që shërbenin për linjat e gjata nga qytetet drejt stacioneve trenit kryesisht ose dhe drejt qyteteve tjera. Është i restauruar në mënyrë perfekte siç ka qenë. Këto janë sediljet, këto ishin vendet që quheshin business class, vendet e para, ndërkohë që ishe i detyruar të rrije ndoshta edhe 12 orë i ulur në këtë sedilje me njeriu përballë, sipër ishte pjesa që duhet vije bagazhet më të mëdha vendoseshin mbi çati, është i gjithi i restauruar. Besoj që ka shumë shqiptar që e mbajnë mend, këto ishin vendet e mbretit që quheshin, ky ishte motorri, ky ishte vendi i shoferit, i cili ishte njeriu më i rëndësishëm nëpër provinca, sepse të siguronte biletën për të lëvizur, timoni, shpejtësia 90 km/h, sistemi i frenimit, sistemi i frenës dorës, ora që duhet shihje orën, radio Iliria që thuajse çdo shofer e vendoste aty, fraza e famshme mos i fol shoferit. Unë po zbres tani nga një prej autobusëve që ka lënë gjurmë në historinë e transportit shqiptarëve.